avokat, ka pasur dy ngjarje të rënda, në fakt një në Lezhë dhe një në Tiranë, ku u vran babai i Ram Brahimit në Lezhë dhe u qellua drejt një makine ku thonin 3 veta, dy prej tyre fëmijë ku kanë mbetur të plagosur. Ka pasur, po themi, zëra publik, si kryesisht gazetarë, që e kanë lidhur këtë ngjarje me një ringjallje të figurës të Ervis Martine. Si e keni parë këtë situatë? Unë mendoj se në rast se jemi në këto kushte, nuk e kam besuar kurrë që është vrarë ky person, dhe gjithashtu mendoj që ky veprim ka qenë një akt terrorist për qytetarët shqiptarë në tërësi dhe nuk ka rëndësi a ka të bëjë me shplarje e sapësh apo jo. Kur kemi të bëjmë me një vepër penale ose me një veprimtari kriminale ku godet njerëz të pafajshëm, ai quhet akt terrorist. Në Shqipëri e kemi konvertuar si larje e sapesh midis bandave kriminale. Që të arrijmë për larje e sapesh, duhet prokuroria e posaçme të kishte lëvizur dhe të hetonte në rast se kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminal apo me grup i cili ka të bëjë me akte terroriste. Në këmbvështrimin parë që unë shikoj, pavarësisht çfarë problemesh kanë familjarë dhe çfarë historiku ka secili prej tyre, që nuk më intereson, nuk është pjesë që ta komentoj, dhe as ta analizoj dhe as ta hetoj, por unë do të merrem thjesht me veprimtarinë kriminale terroriste që është bërë kundër çdo personi në Republikën e Shqipërisë. Pra, jetojmë në një terror. Jetojmë në një situatë ku në vend që të vendoset siguria dhe rendi nga zyrtarët e lartë të policisë së shtetit, kemi sot ne diçka që është e paimagjinueshme. Çfarë? Vrasje në mes të rrugës, plagosje në mes të rrugës. Çfarë është kjo? Ky quhet terror. Ky nuk quhet kurrësi veprimtari kriminale një grupit kriminal. Dhe duhet keni parasysh diçka. Grupet kriminale kanë një zakon, që kanë kanunet e tyre. Nuk prekin fëmijë dhe nuk prekin ashtu siç është familjar, pa qenë të përfshirë. Që do të thotë? Ai quhet terrorizëm. Tani, a ka qenë personi pjesa e goditjes apo jo? Apo ka qenë një gabim, përsëri për mua konvertohet me akt terrorist. Dhe kurse nuk do të konvertohet për një grup të strukturuar kriminal. Pse ju a them këtë? Sepse grupi strukturuar kriminal, sa do qof hakmarrës të jetë, nuk shkon kurrë te fëmia. Nuk shkon kurrë te familja. Se sapet janë për atë, se kanë ligje të pashkruara, kanë ligje të cilët nuk cenohen dot. Kanë ligje të cilët ata i kanë shumë të qarta me veprimtarinë e tyre kriminale. Prandaj quhet grupi strukturuar kriminal, sepse ka formën e formimit edhe strukturimit të saj. Ndërsa akti terrorist është ai i cili nuk pyet as për zakone, as për kanune, as për gjë. Pra kemi të bëjmë pikërisht me një veprimtari terrorist në Shqipëri, në tërësi. Dhe këtu duhet të them, as akte terroriste, por as aktet kriminale, por as kanunet nuk kanë në një vend kur ne i nënshtrojmë Kushtetutës së Republikës Shqipërisë që atributet e dhënies së dënimit ja kemi deleguar gjyqësorit dhe ai ka për detyrë të kryejë detyrën e vet. Dhe jo ne të marrim dhe të bëjmë vetgjyqësi. Avokat, a mendoni që, po themi, Ervis Martinaj është i vrarë ose i zhdukur përfundimisht, apo thjesht, po themi, është zhdukur për një afat kohë dhe ndoshta mund të rikthehet përsëri? Unë them vërtetën, me dyshim them që ai mund të ketë vdekur, por çfarë spret, por e vërteta është që ka individ të cilët shikojnë edhe filma dhe në filma, ashtu siç kam parë edhe unë, ti mund të kesh vdekur, por dikush tjetër është vendosur në vendin e vdekjes dhe ti të jetosh në mënyrë të qetë dhe i gjallë. Edhe kjo është një skenar i bukur, filmi. Gjithmonë këto grupet kriminale kështu bëjnë, kanë sofistikime të bukura në kuptimin e të qenurit edhe në film, por edhe në jetim. Mund të jetë rasti një skenar? Pse jo mos të kemi një skenar të tillë? Sepse në rast se ke një policier amatore dhe se kap personin që të çojë përpara drejtësisë, normalisht mund të jetë edhe rast të tillë. Pse mos të ndodhë? Sepse ndodh në Shqipëri, ka ndodhur ngjarje të ndryshme.
Po përsëri, nuk merrem me këtë gjë. Pse nuk merrem? Sepse përderisa familjarët dhe përderisa nuk është person i gjetur, normalisht për mua quhet i gjallë. Nuk ka vdekur dikush i cili nuk është pallur në një nga kushtet ligjore që të jetë i vdekur. Pra duhet për mua të jetë i gjallë dhe uroj të jetë i gjallë dhe normal kur të vi momenti të nështrohet drejtësisë. Pse jo? Po pse është kjo heshja për të mos dalë publikisht dhe për të folur lidhur me këtë ngjarje kur e them këtë bazuar edhe në një afat që vendosi kryeministri ndaj ministrit të Brendshëm dhe drejtorit të policisë aso kohë. U shkarkuan ata, por për misteri mbeti mister. Se di. Shiko, veprimtaria kriminale në një vend nuk bëhet vetëm nga një person, bëhet nga grupe. Dhe të kërkosh për një sistem nga kryeministri ndaj një person i cili dyshohet për veprimtari kriminale, është pak shumë nuk më shkon. Ç'lidhje ka kryeministri për një person që dyshohet për veprimtari kriminale? Çfarë do të thotë kjo gjë? Kërkon kryeministrin një individ i cili është me precedent penal, ose dyshohet që ka kryer vepra të rënda penale në vend. Roli unë e di që e ka policia e shtetit, rolin e di që e ka prokuroria, rolin e di që e ka gjyqësori që i dënon. Po që të merret kryeministri me rastin në fjalë, nuk mund të jap dot shpjegim, sepse është për mua është i pashpjegueshëm reagimi i kryeministrit dhe direktivat e tij ndaj eprorëve të institucioneve që ka për detyrë të gjejnë personin i cili dyshohet për veprimtari kriminale. Pse duhet tani lind pyetja? Pse duhet kryeministri që është person politik, funksion politik, të bëjë një kërkesë të tillë ndaj një person që është grup i strukturar kriminal ose dyshohet për përfshirjen e tij në grup të strukturar kriminal? Të merret me këtë gjë. Pse duhet zoti Rama, për ata që bëjnë analiza të tillë, të përfshi politikën në jetën kriminale të vendit? Pra do të thotë që nuk e kuptoj, por politika vjen në rastin konkret dhe ndërhy ku në vullnetin e pastër të kryeministrit që drejtorëve të policisë të jenë të ndershëm dhe të punojnë në respektim të ligjit. 2. Drejtësia të jetë e pavarur në vendimarrje ku ka të bëjë me kundër grupeve kriminale, por paralelisht drejtësia që të vendoset duhet të ketë mbështetje dhe përkraje të sigurisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve që të bëjnë drejtësi në vend. Pra, nuk mundesh ti si kryeminist të thuash ma kapni këtë të rrezikshëm që ti dyshon apo ke dyshime për këtë dhe të thuash që unë dua ta kapni, po edhe mos t'i japësh siguri funksionarëve publik që të kapin një person të tillë. Është si puna e spakut që thënë, do shkrihet spaku apo do vendosen standardet që t'ia kalojnë prokurorive të tjera të zakonshme. Është e pamundur të shkrihet spaku. Është e pamundur ti si shtet ti sigurosh një prokurori dhe një gjykate të tërë që dënon edhe njerëz të grupeve të kriminale, ti siguri fizike. Prandaj është siguruar spaku në këto kushte që ata të cilët bëjnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të jenë të mbështetur nga siguria e tyre që mos të cenohet jeta e tyre personale dhe familjes tyre. Që do të thotë, zoti Rama ka për detyrë të sigurojë gjyqtarët, t'i sigurojë ata që ata nuk do të ndihen të kërcenuar në rast se marrin një vendimarrje në të ardhme për sa i përket arrestimin, dënimin, procedimin e një personi të përfshirë në afera të tilla kriminale. Që gjithmonë ekziston prezumimi i pafajësisë ndaj çdo personi që akuzohet, edhe publikisht, por edhe nga ana e prokurorisë pa një vendim të formës së prerë. Që do thotë, kjo është një betejë e cila për mendimin tim nuk i shërbej askujt, por zoti Rama duhet na thotë për kë e tha dhe pse e tha dhe a ka dhënë ai atë mundësinë për kraje tek institucionet të pavarur të drejtësisë që ata ta luftojnë në të vërtetë krimin organizuar.